Unë jam Terry Scholz, kam mbuluar BE-n dhe NATO-n për aq gjatë sa që mund t'ju kujtohet të gjithëve, dhe Estonin, sidomos, që është prej 1989-s, prandaj kam privilegjin që gjendem këtu dhe mirënjohësa që më kanë ftuar. Sidomos sot për këtë pozicion që ka shumë trysni për çelur konferencën Leni Menard me panelin ton mbi ujërat të trazuar. Uroj mirëseardhjen atyre që na ndjekin online dhe ata që janë për herë të parë këtu në LMC, në Prisni, të shihni sepse ne flasim hapur, flasim sinqerisht, me respekt, mes miq, gjithkush di se çfarë po ndodh sot në botë dhe në fakt e ka port për zemër këtë gjë. Prandaj kjo e bën LMC një ngjarje kaq të rëndësishme. Dua të prezantoj antarët e panelit, kryeministri estonez Kristen Michel, kryeministri shqiptar zoti Edi Rama, nën sekretari për kontrollin e armëve e sigurinë ndërkombëtare në Departamentin e Shtetit Thomas Dinano, Boris Rüge, që është ndihmë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, gjithashtu edhe Jana Puljerin, që është studiuese e lartë për politikën europiane e marrëdhënieve e jashtë. Faleminderit shumë që jeni këtu. Jemi me fat, por edhe mjaft guximshëm që po nisim çdo gjë këtë vit. Titulli i këtij paneli është shumë interesant. Mbi ujërat të trazuara, kapitulli tjetër i marrëdhënieve transatlantike. Pra, ideja është që mbyllet pozitivisht edhe me bashkëpunim, jo vetëm me marrëdhënie neutrale, po duke menduar për këtë dhe çfarë nënkupton kjo temë, më ndodhi të mendoja që shpesh flasim për ujërat të trazuara dhe Kristi e përmendi, kështu që nuk duhet të hyjmë tek arsyet pse janë kaq të trazuara këto ujëra, por më shumë se sa në çdo kohë tjetër që është kur e ka mbuluar aleancën, është ura për të cilën flasim, është ura ajo për cilën jemi të shqetësuar, sepse nuk është më ky rrugtimi pa shkatërrueshëm i hekur që lidh Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe flasim shumë më tepër për këtë tani se sa për problemet e ujërave në vetvete. Këtë do të diskutojmë sot, apo ndoshta të risigurojmë njëri tjetrin që është diçka për cilën nuk duhet të shqetësohemi kaq shumë. Ndaj do ta nisim me kryeministrin. Sot paradite disa njerëz që erdhën prej Helsinkit për të mbërritur këtu u shqetësuan nga një episod drone të mundshme në hapësirën ajrore. Ndoshta 10 ditë më parë nuk shqetësoheshim shumë për kësaj, por sot të gjithë janë kaq vigjilentë, ndërkohë ka mjete ajrore që fluturojnë në qiell. Njerëzve ju thuhet që të qëndrojnë në shtëpi, të gjithë janë mjaft nervoz, kryeministër, kështu që na jepni një mendim. Estonia është një nga mbështetësit më të zjarrta të NATO-s, aleate transatlantike. A e shohim këtë emocion, këtë përkushtim të reciprokuar aktualisht? Të thoja sigurisht, po. Estonezën e mbështesin NATO-n, është një mbështetje me 70-80%, pra Estonia ka një mbështetje të lartë dhe natyrisht ne nuk jemi optimist për gjithçka, por për NATO-n jemi. Kam edhe përvojë praktike sepse çdo kryeministër ka kohën e vet. Dhe në fund të 2024-s patëm këtë përpjekje që vendet baltike të shkëputeshin nga rrjeti energjetik i Rusisë dhe po kështu edhe lidhja e kableve në ujore midis Finlandës dhe Rusisë. Më pas morën telefon sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte, gjithashtu edhe trupat ushtarake reaguan e natyrisht nëse fluturoni përmes detit baltik, sheh anijet baltike dhe të NATO-s pra që funksionojnë. Edhe vitin e kaluar patëm një ngjarje të ngjashme ku migët rus pushtuan hapësirën tonë dhe ndërkohë avionët ju kundërvun. Pra, NATO-ja nga ana jon funksionon mjaft mirë, si një orë zvicerane, shumë e shtrenjtë, por që funksionon. Pra e besueshme. Ajo për të cilën pyetja është nëse estonezët e ndjejnë dhe ju përgjigjet nga ana praktike. Njerëzit janë të shqetësuar, nuk mund të pretendoni që nuk janë. Po. Por megjithëse në qoftë se do të hidhnim një sy anketave sociale, gjëja e parë tashmë nuk është forte dhe siguria ishte e tillë.
kur dronët goditën disa objekte në Estoni, në Letoni, në Lituani, në Finland, natyrisht që rritet në rangun e shqetësimeve, por edhe ky lloj investimi e përkushtimit ndaj sigurisë është diçka sepse Estonia ka një pjesë të madhe të PBB-s që i kushtohet sigurisë, që tregon se ne marrim shumë seriozisht çdo gjë që ka të bëjë me sigurinë e me mbrojtjen. Aleatët tanë në vletin Baltik, Nordikët e gjetk kanë të njëjtin qëndrim nga ana praktike, siç e shpjegova. Nuk po flas sepse e di se si funksionon në praktik, duke i lënë më njanë retorikat politike, ndërkohë që aspekti ushtarak i NATO-s funksionon ashtu siç duhet funksionojë, u përgjigjet në të njëjtën mënyrë, saktësisht në të njëjtën mënyrë. Po, provojeni edhe një herë. Më duhet t'i jap kohë Edi Ramës, sepse e din pse, kryeministri Rama. Pse? Sepse në fakt e dim shakan që në qoftë se doni që të mos flas gjatë, atëherë do të më kishte ftuar. Unë nuk e thash këtë që, po si e thatë. Në vend që të merrem, pra të flas në një dua që të bëj maksimumin me këtë kohë të shkurtër që më dhatë. Së pari dua të falenderoj kryeministrin që më dha mundësinë që më së fundi të vizitoj këtë vend e këtë qytet. Është hera ju e parë? Po, është hera ime e parë. Urime. Zbulova ushqimi këtu është i shkëlqyer, çka nuk e prisja. Dhe nga ana tjetër u sigurova që t'ju sjellja ca diell këtu. Shoh që tani që do largohem është sërish errësirë, po ndjes dashurisht nuk rri dot më gjatë këtu. Cila ishte pyetja juaj? Sepse nuk më bët pyetje, thjesht bët një karakterizim timin, dhe në fakt nuk thash që nuk duhet më ftoni. Thash, nëse doni që njerëzit të flasin shkurtimisht, mos ftoni dikën nga Ballkani, është ndryshe. Ndjes, ju atribuova gabimisht faktin që po flisnit për veten. Pyetja ime për ju është që duke qenë larg prej këtij kufiri rus së kësaj krize ekzistenciale që vendet baltike, nordike ndjejnë çdo ditë, cila është ndjenja për NATO-n? Si e shihni NATO-n 3.0 në Shqipëri? Edhe një herë, një vend tradicionalisht fort pro marrëdhënieve transatlantike e NATO, si ndjehen shqiptarët në raport me NATO, na ndjejnë se gjithçka janë në rregull? Shqiptarët janë Taliban perëndimor. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi me aleancën transatlantike deri në fund. Çfarë do të jetë? E me qëra fjala këtu dua ta nis, sepse dje pata nderin të merrja pjesë në një ceremoni shumë të bukur në Gjermani, ku u nderua Mario Draghi me çmimin Charlemagne. Ai mbajti një fjalë që më bëri të mendoja që kishin kaluar 2 vjet që nga raporti i tij për Evropën. Dhe ndërkohë fjala pak a shumë thellohej në të njëjtën gjë, ajo çfarë ka ndodhur kur bëhet fjalë për të vepruar nuk është shumë, dhe kjo është baza e shqetësimit kryesor nëse flasim për shqetësime. Nuk dua të provokoj askënd këtu, por jam shumë i tunduar të heq jo një paralele, por të bëj piknisje ish bashkimin sovjetik, kur vjen fjala se si gjërat kuptohen apo perceptohen në një mënyrë apo në një tjetër, por ndërkohë nuk trajtohen. Kjo është tunduese jo sepse Europa mund të bëhet bashkimi sovjetik, por është tunduese sepse ka një pyetje themelore që kërkon përgjigje.
A mundet Europa në kushte të caktuara të lejoj imperativat e mbrojtjes, ankthjen gjeopolitik dhe përgjigjet e fragmentarizuara për të krijuar një mungesë afatgjatë ekuilibri midis ambicieve të sigurisë dhe atë që unë e quaj qëndresa e civilizimit. Çka me fjalë të tjera do të thotë se po përballemi me rrezikun që barra e sigurisë të shtrembërojë përparësitë ekonomike. Inferioriteti i perceptuar strategjik të shkaktojë një mbireagim dhe ajo çfarë është pjesa më dramatike, duke folur për NATO 3.0 apo çfarë do ta quani, është që fragmentarizimi burokratik dobëson reagimin, çka mëtej na çon në një tjetër pikë që meriton së paku vëmendje e diskutim, e cila është se legitimiteti politik minohet nga kërkimi për fuqi ushtarake, apo jo. Të gjitha këto gjëra më shqetësojnë për atë se ku po shkon Europa, pra në vend që të fajsojmë, të rekemi të rivlerësojmë pozicionin ton, duke drejtuar gishtin drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo presidentit Trump. Na duhet të bëjmë një vlerësim të mirëfill, të përpiqemi të kuptojmë se konteksti sigurisht që ka ndryshuar, por cila do të jetë përgjigjja reale. Nuk mendoj se përgjigjja reale duhet jetë vetëm që të hidhemi në mbi shpenzime dhe të mos trajtojmë problemet strukturore që kemi, sepse jemi shumë vende, së bashku jemi një ekonomi e madhe, po kur vjen fjala pastaj tek e gjithë mënyra me të cilën duhet të veprojmë dhe të harmonizohemi, nuk jemi më ashtu siç dukemi kur shihemi si një shumë aritmetike e PBB-ve tona. Do ta mbyll për habin tuaj me një pyetje që mendoj Europa duhet ja bëj vetes. Sa mund të shpenzoj një civilizim për të siguruar vetveten pa dobësuar themelet që e bëjnë t'ja vlej të sigurohet, sepse ka kaq shumë detyra e sfida komplekse që na duhet t'i trajtojmë paralelisht. Ashtu siç tha Mario Draghi dje, na duhet të reflektojmë mbi një fakt të thjeshtë që nuk kemi barriera me botën, e krejt befas tronditemi që pas ka disa tarifa, por kemi shumë barriera brenda perimetrit ton që nuk na bëjnë aq të fortë sa duam të dukemi kur vjen momenti për të reaguar në drejtimin që më pyetet. Po, faleminderit juve dhe pastaj mendoj që edhe udhëheqësit balltik duhet flasin sepse rezistenca e tyre mbështetet në fuqinë ushtarake. Unë nuk jam pjesë e panelit dhe nuk mund të flas më tej për këtë. Edhe mund të diskutojmë edhe për këtë sepse këto janë natyrisht pyetje shumë e vlerë për shoqëritë të cilat kanë shtuar buxhetet e tyre për sigurinë dhe kanë një qasje mbar shoqërore për këtë. Tani duhet edhe ju t'jeni argëtues pas kësaj. Ju keni bërë një turne
për disa shtete evropiane, në Poloni, në një summit tjetër, kështu që besoj keni zhvilluar bisedat qarta, sinqerta me partnerët e bashkëbiseduesit tuaj evropian. Na tregoni pak se si kanë shkuar këto gjëra, si kanë qenë këto diskutime. A duket se e kanë kuptuar se çfarë kërkon administrata Trump prej tyre dhe çfarë ju keni vullnetin të ofroni këmbim dhe ndjeni se gjërat janë në një rrugë më të mbarë se sa që duket ndonjëherë nga titulli që ju shfaqen njerëzve. Së pari faleminderit, zoti kryeministër, që më pritët. Është hera ime e parë në Estoni dhe Tallini është po kaq i bukur sa që reklamohet. Faleminderit shumë edhe konferencës Lennart Merić më priti. Në fakt, do doja të flisja përpara se sa të përgjigjesha, të flisja për delegacionin e SBA-s me delegat 4 shumë palësh, pra 4 palësh, nëse kjo nuk i tregon lidhur me praninë tonë në rajon, atëherë nuk di se çfarë. Kemi po kështu një angazhim të jashtëzakonshëm. Në këtë cep të botës njerëzit janë të ndershëm, janë të sinqertë dhe po dhe ne jemi kështu. Unë ditë ju them që SBA-ja ka qenë gjithashtu edhe vëzhguese në forume këtu të caktuara. Kemi patur një harmonizim të përkryer, ka pasur dhënie marrje në dokumentet që kemi prodhuar, por sigurisht duke dëgjuar reagimet nga takimet, kemi patur një përputhje shumë të madhe, kemi folur për NATO 3.0. Në fakt, kjo ka nisur që nga mandati i parë i administratës Trump, dhe shumë gjëra në këtë administrat janë vazhdimsi e saj. Ne kemi folur natyrisht, kemi thënë Amerika e para, por jo Amerika e vetme, dhe kjo nuk sot është më e vërtet se kur. Sigurisht që kemi bërë disa ndryshime për strategjinë kombëtare të sigurisë, të mbrojtje, se natyrisht disa biseda të drejtë për drejta nuk kanë qenë të lehta. Por, në fakt, ka ndryshime dhe këto duheshin bërë në një hap me partnerët tanë dhe ka përpjekje të jashtëzakonshme në këtë kënd të botës për të përmbushur nivelet e shpenzimeve në NATO, por koncepti pas NATO 3.0 është për ta shtruar këtë koncept në koncept kapacitetesh dhe asgjë nuk hedh më shumë dritë në këto se sa ajo çfarë kemi parë me ngjarjet në Gji, të cilat janë shumë të prekshme, qoftë në nivel 2 palësh, e po kështu edhe të gjitha shtetet e B9 e përmendën këto. Vërtet kjo është vizita më e parë, por nuk do të jetë e fundit. Sa për të vijuar këtu, ju ishit aty kur u bë lajmërimi për tërheqjen e trupave nga Polonia, po nuk befason askënd ky ndryshimi posteve në Europë. Mënyra se si ndodh ndonjëherë mund të jetë, koordinimi duhet të jetë më i mirë. Por ishte shkruar mbi të bardhë. Ndonjëherë gjërat janë tashmë në letër kur nisin të ndodhin dhe mund të jetë pak tronditse, por SBA-ja nuk do të shkojë askund. Pra, Alicia Hooker ka qenë këtu javën e kaluar, kolegu im më parë, jemi këtu të gjithë me ekipin për të qëndruar krah për krah. Asnjë nga këto s'do të jetë e lehtë, nuk është e lehtë, por natyrisht këto biseda ishin të sinqerta e të drejta dhe vetëm kështu mund të jemi partner të vërtet, të jemi të ndershëm mes miq, ne do të vazhdojmë të punojmë për mirësojmë atë që na duhet. Po 5% nuk ju ndihmon. Po ka dhe panelistë të tjerë këtu, po jeni ulur krameje për një arsye. Cila ishte pyetja juaj? 5% që disa vende mendojnë që të shpenzojnë kaq përqindje sa është dakord midis NATO-s dhe SBA-s, ndoshta mund të mos jetë objekt
Nuk e di në qoftë se kjo apo ajo ndryshimi i posteve që në fakt ka Pentagoni, Komanda Evropiane, komandat e tjera. Puna jo në Departamentin e Shtetit është të mbajmë të hapura kanalet e komunikimit në nivel dypalësh me qeverit, po edhe në organizata shumë palëshe si NATO. Megjithatë, presidenti ka qenë shumë i qartë për këtë, sekretari Rubio ka qenë shumë i qartë për këtë dhe ambasadori Whitaker e ka thënë për disa kohë tashmë që shpenzimet janë një gjë dhe vënia në jetër diçka tjetër. E kuptojmë se në gjitha sfidat për bazën industriale ushtarake, mund të flasim për këtë, por asnjë nga këto gjëra nuk do të jetë e lehtë dhe edhe një herë do të vazhdojmë punën tonë me Pentagonin, me partnerët tanë që të përpiqemi që t'i përshtatim gjëra sa më mirë të jetë e mundur me atë çfarë ndodh këtej pari. Kjo është një lloj BMC-je për ta marrë NATO-ja tashmë fjalën. Faleminderit, është kënaqësi që gjendem këtu. Doja në fakt të flisja për mënyrën se si këto ndryshime, këto biseda po zhvillohen në selin e NATO-s ku punonin. Ndoshta mund të them pak fjalë. Dhe dua ta nis duke thënë që në fakt kam qenë këtu në 1988, pra përpara jush, dhe kam qenë në kuadër të një organizate që aso kohë i kushtohej ruajtjes së identitetit kulturor të Estonisë. Aso kohë ka qenë në rrezikshme, shoh miq këtu në sallë që kanë qenë në 88 dhe për 3 vjet Estonia ishte e pavarur dhe mendoj që kjo ishte diçka e jashtëzakonshme. E pavarur sërish. E pavarur sërish. Kam shumë admirim për Estoninë dhe popullin e saj, por duke i lënë ndjenjat e mia personale më në NATO, kemi shumë respekt për atë që ka bërë Estonia, për seriozitetin dhe vendosmërinë që sjell në përmbushjen e angazhimeve të saj kundrejt aleancës, dhe kjo është më e rëndësishme për ne. Këtë vit, siç e dim, Estonia do të jetë në shpenzime mbi 5% të PBB-s dhe flasin për shpenzimet bazë themel ushtarake dhe kjo është e jashtëzakonshme. Në këtë botë pasigur për cilën polëm paksa, NATO-ja mbetet garantuesja e sigurisë aleancës. Por nga në të ardhmen nuk do të kemi të njëjtën NATO, do të kemi NATO-n ku Europa merr një pjesë më të madhe të barës dhe më shumë përgjegjësi. Që NATO-ja të mbetet e fortë, ajo duhet bëhet më evropiane dhe në fjalët e Mark Ruttes, që besoj i dëgjuat tashmë teri, ajo çfarë na duhet është një Europë më e fortë, një NATO më e fortë. Vetëm vitin e kaluar, aleatët evropianë dhe Kanadaja i rritën shpenzimet me 20% krahasuar me 2024 për mbrojtjen. Kjo është një rritje masive e shpenzimeve për mbrojtjen që shkon deri në 100 miliardë euro. NATO-ja është e pranishme këtu në histori për të fshirë trupat britanike dhe franceze. Kemi brigadën gjermane që është ndërtuar, në Lituani kemi kanadezët, të shumtë në numër dhe në Letoni aleatët europian kanë marrë role udhëheqëse për të siguruar bregun lindor, gjithashtu Arktikun dhe Baltikun. Gjithashtu edhe për pjesën e ndërhyrjes në hapësirën ajrore të Rusisë vitin e kaluar ishin mjetet ajrore të Italisë e të vendeve të tjera që ndërhyn dhe kjo e bën të qartë. Pra ideja është që na duhet që të shkojmë nga ajo që quhet frenim i zgjeruar në rritjen e kapaciteteve. Më lini që të them atë çka është tejet e qartë këtu në Tallinn, që NATO-ja është një aleancë e fuqishme dhe jemi plotësisht të aftë të frenojmë dhe të ndalojmë dhe natyrisht në qoftë se do të vi fjala deri aty, ne do të mbështesim dhe siç e tha Mark Rutte, çdo sulm kundër një aleatë të NATO-s do të haset me një
përgjigje shkatrimtare. Në fakt, samiti i NATO-s që është për 2 muaj do të ketë një vëmendje të mpret tek çfarë do të bëhet me aleatët. Aleatët duhet tregojnë progres të prekshëm se çfarë po ndodh me planet e shpenzimet 5%, pastaj shpenzimet e bazës tonë industriale, e vështirë për të bërë qoftë në Amerikën e Veriut apo në Evropë, nuk jemi aty ku duhet jemi. Dhe çka është më e rëndësishme së fundi, duhet të vazhdojmë mbështetjen e fortë për Ukrainën, duke kuptuar, siç të gjithë kuptojmë, që në fakt siguria e Ukrainës lidhet në mënyrë të pasgjithshme me tonë. Më lini të them edhe një herë që Estonia është në krye të gjërave që po bën, qoftë në angazhimin ndaj frenimit edhe në mbështetjen për Ukrainën. Do të ishim shumë të lumtur të kishim më shumë aleatë si Estonia, por të jeni të sigurt që nga ana e saj NATO-ja do të mbaj pjesën e vet të ngarkesës. Tashmë, Jana, fjala është për ju që të zgjidhni atë çfarë dëgjuat, të reagoni. Ne flasim kaq shumë për këto gjëra, saqë harrojmë ndonjëherë Ukrainën, siç e përmendi dhe Borisi. Duhet të kujtojmë se një nga arsyet që të gjithë në Europë duhet ta bëjnë këtë gjë është që të ndihmojnë Ukrainën që të mundet të mbrojë veten. Nuk e di, zgjidh shprehjen më të preferuar dhe mund të flasësh për të. Faleminderit Terry. Kam qenë këtu disa herë, e dua shumë këtë konferencë, kam mësuar shumë dhe shpresoj të ftohem sërish. Unë jam e vetmja jo kryeministre, jo zyrtare qeveritare në këtë panel. Do ta shfrytëzoj këtë mundësi për të qenë pak e drejtë për drejtë, për t'ju dhënë diçka që ta përtypni. Dhe siç e thash, dua të ftohem sërish, ju lutem. Së pari, mendoj që po përballemi me një situatë një farsoj mjaft paradoksale në NATO dhe dua t'i kthehem diçkaje që tha kryeministri estonez kur po fliste për realitetin ushtarak NATO-n e krahasimi I tij me orën zvicerane. Dhe mendoj është absolutisht kështu. Siguria amerikane po bën një punë shumë të mirë, kemi ushtar mjaft të përkushtuar amerikanë dhe civil amerikanë që bëjnë punën e tyre në NATO. Kemi 84.000 trupa amerikane në Evropë dhe SBA ofron pjesën më të madhe të fuqisë operative. Shohim të gjitha stërvitjet ushtarake që zhvillohen Spring Storm 2026 për shembull me pjesëmarrjen amerikane. Duket sikur gjithçka shkon mirë. Po në thelb ky është vetëm një realitet. Është realiteti ushtarak dhe I NATO-s. Pastaj kemi një realitet tjetër ndryshe dhe ju anashkaluat këtë kryeministër. Duke e paraqitur si fjalë politike, por është më shumë se sa kaq. Kemi një realitet tjetër në shtëpinë e bardhë, një president amerikan që kërcënon të aneksoj territorin sovran të një prej aleatëve më të përkushtuar. Po flas për Grönlandën dhe Danimarkën, ndërkohë që e quan NATO-n tigër prej letre. Kemi një administratë amerikane që e percepton BE-n si armike dhe e kërcënon me tarifa. Dhe kemi mjaft vendime të marra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa konsultuar aleatët europian që I prekin thellësisht ata. Flasim për planin me pika 28 pika për Ukrainën, nuk e di nëse ju kujtohet, po kujtoni. Flasim për trupa të tërhequra 5.000 në Gjermani, 4.000 në Poloni dhe na duhet të pranojmë që nuk ka asnjë lloj shkaku legjitim që të duhet të kërkojmë praninë amerikane në Evropë. Të gjithë e dim, por është sfidë për ne. Nga këndvështrimi gjerman, më duhet të them se ajo çfarë më ka shqetësuar më shumë duke parë deklaratat e fundit, ishte vendimi për të pasur një task force që të mos jetë dislokuar në Gjermani. Pra, në qoftë se shoh NATO-n, shoh një situatë ku SBA është brenda dhe jashtë NATO-s në të njëjtën kohë, dhe ne nuk e dim se cila është gjendja e NATO-s, për aq kohë sa nuk hapim kutinë. Por atëherë do të jetë, mendoj, vonë, shumë vonë. Një problem I thellë që kemi në NATO aktualisht është se pjesa europiane e aleancës mendon se Rusia është kërcënim afatgjat për Europën dhe për sigurinë euroatlantike. Dhe
kërcënimi më akut, më i ngutshëm, më urgjent. Europianët arritën ta fusin në deklaratën e Hagës, kërcënim afatgjat që paraqitet nga Rusia, po kur shohim deklaratat amerikane, shohim kërcënim ndaj kërcënimin ndaj NATO-s. Pra, unë lexoj këtë që Rusia është një kërcënim rajonal për Europën dhe duhet trajtohet nga Europa. Pra, nuk është për SBA-n dhe duhet trajtohet në këtë lloj mënyre. Pra, SBA-ja nuk e sheh më veten si fuqi europiane siç e ka parë për një kohë shumë të gjatë. Në një ditë të keqe, në fakt Trumpi mendon se mund të jetë ndërmjetës midis Europës dhe palëve të tjera, flas për planin 28 pikësh. Natyrisht që nuk janë të gjithë që mendojnë kështu në SBA, ka shumë njerëz që janë të përkushtuar ndaj NATO-s dhe aleancës, por nuk janë ata që janë në shtëpinë e bardhë. Dhe kjo është më e rëndësishme, nuk mund ta kalojmë të bëjmë sikur nuk është. Dua ta përmbyll duke thënë Boris ke shumë të drejtë. Europianët duhet të marrin, të hedhin hapa, të dalin zot dhe nuk duhet flasim për fundin e NATO sepse NATO-ja është e gjallë, e luzon, por duhet flasim për udhëheqje europiane. Pra europianët duhet të bëjnë përpara, të marrin kontroll në strukturës e komandën, duhet të ofrojnë mundësuesit strategjik dhe të ofrojnë më shumë leadership. Ju thatë që SBA-ja mbetet kyçe, ndërkohë që sfida mendoj është që SBA-ja duhet jetë më pak kyçe, sepse mendoj që nuk mund të përjashtojmë situatën kur mund të kemi një sfidë dhe mund të mos kemi unanimitet në NATO dhe na duhet ta kemi për të kuptuar se kush lufton kë në rrethana të caktuara. Kam përshtypjen që do të ftojnë sërish. Shkurtimisht, Jana, ju e lexoni si e lexoni atë çfarë tha Jana që SBA-ja nuk do të jetë më pjesë e NATO, se e inkurajoj të lexoj strategjinë tonë të sigurisë dhe të mbrojtjes. Por citova nga strategjia, kërcënim i menaxhueshëm, por i përhershëm ndaj kufirit lindor të NATO-s. Mendoj që së pari, duke qenë se jam ulur me 7 krerë të shteteve gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit, mesazhi që unë mora në emër të atyre qeverive nuk mund të ishte më i fortë e më i harmonizuar në mbështetje të konceptit që Europa duhet të bëjë më shumë, SBA-ja, dhe është shumë e qartë në dokumentet tona, politikave tona, po menaxhon fuqitë që po shfaqen e që po rriten në lindje duke u kthyer nga Kina, kështu që sërish do t'i kthehesha sekretarit përgjithshëm të NATO që ka qenë shumë pozitiv, shumë dinamik, e që drejt për drejt ka thënë që leadershipi i SBA-s është kyç, prandaj jemi këtu, prandaj mbajmë ato pozicione që mbajmë dhe nuk është natyrisht surprizë ajo çfarë po bëjmë, edhe si e bëjmë ka rëndësi, pra që ka ndryshime të tilla pozicioneve, të cilat i kemi shkruar një vit më parë. Në qoftë se do të kishim negocim të kontrollit të armëve, atëherë do të jenë negociatori, është presidenti që e merr më në fund vendimin, por është puna juaj të negocioni një fillim të ri. Fillimi i ri ka skaduar tashmë, nuk mund të kemi një tjetër fillim të ri. Pra, fillimi i ri dhe traktati midis armëve midis SBA-s dhe Rusisë ka skaduar, kështu që të përqendrohesh te skadenca është një gjë. Për mua, ai nuk e përdori fjalën traktat rastësisht. Është mbështetur nga 2/3 e Senatit. Presidenti donte një traktat më të mirë. Ajo që ishte e përshtatshme për 2010 nuk mund të jetë për 2026. Të gjithë besoj e kuptojnë këtë gjë.
Kemi folur shumë gjerësisht për këtë në konferencën e MTP-s, ka patur unanimitet për këtë, jo vetëm me shtetet pjesëmarrëse, por edhe me vende të tjera. Dhe natyrisht organizata të tjera shumë palshë mjaft me ndikim. Qëllimi i ri natyrisht që është vetëm pjesë e vogël e arkitekturës së kontrollit të armëve. Kemi folur për këtë në 2020, ku kam qenë në udhëheqje të negociatave nga pjesa perëndimore. Dhe ndërkohë, Rusia ka sisteme që i ka ngritur flet për këto kapacitete ditë për ditë, natyrisht, edhe në raport me Ukrainën, elementet të cilat nuk ishin marrë parasysh nga fillimi i ri. Megjithatë, faleminderit që e ngritët këtë, por kush do ta bëjë këtë punë, do ta lë presidentin të vendosë. Do të vazhdojmë dhe me ju, po kam neglizhuar pak kryeministrat këtu. Po. Shoh që po. Kryeministër Michel nuk ka pikpyetje se ç'është kërcënim për NATO-n e për Estoninë. A ndjeni që ka ndonjë ndasi problematike brenda NATO-s? Do të thoja që në mandatin e tij të parë e të dytin, Trump ka qenë shumë konsistent që duke thënë që rajoni i Europës duhet të kontribuojë në ndarjen e ngarkesës e barës. Pra, është shumë e qartë se sa shumë duhet kontribuar në siguri derisa të bëhet një ngarkesë shumë e madhe për shoqërinë e për ekonominë. Nuk di për çfarë shifre mund të flasim, por më parë Estonia në fakt ka pasur shpenzime më të larta, shpenzime 5% për të na mbajtur të pavarur, nuk mendoj se është shumë. E dyta, ashtu siç e theksoi edhe Borisi, nënkuptohet që gjysma e sigurisë vjen nga Kanadaja, nga pjesa tjetër, ndërkohë që pjesa tjetër mbahet nga Europa. Pra një Europë më e fortë nuk do të thotë diçka e keqe për partnerët amerikanë. Jemi partner. Në fakt, në Europë kemi edhe 42.7 kur bëhet fjalë për pjesën detare që ndahet natyrisht nga pjesa europiane, që është ndikuar edhe njëherë nga Franca për të rritur. Përgjigjja ime është që e kuptojmë mesazhin që Europa duhet të kujdeset më shumë për veten, por partnerët aleatët amerikanë janë po njësoj të pranishëm. Ne mund të shohim trupat amerikane edhe në Estoni, në stërvitjen Spring Storm. Tani unë kam 3 djemë, 2 prej tyre janë atje. Njëri është 8 vjeç, kështu që nuk merr dot pjesë. Pra ideja është që kemi aleat dhe kemi patur aleat të mirë nga të gjitha administratat. Boris, do të kthehem te ju. A është perceptimi ndryshëm në Shqipëri? A janë njerëzit, për çfarë janë njerëzit shqetësuar nëse nuk është kërcënimi rus që ndjejmë në veri? Janë ata që nuk është kryeministre dhe nuk është zyrtare e qeverisë dhe mund të jetë e drejtë për drejtë. Nuk jam e sigurt që nuk po thoshte që ne nuk ishim të drejtë për drejtë. Po varet si e merr, po sigurisht. Dua të them se kur Trumpi u zgjodh, tha se Zoti kishte një plan dhe donte ta sillte në shtëpinë e bardhë për të shpëtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në fakt, aso kohë thash që ai tha vetëm gjysmën e së vërtetës, sepse plani i Zotit përmes shpëtimit të Trumpit ishte që të zgjonte Europën. Nuk e kuptoi vërtet. Kur europianët harxojnë kohë me çfarë tha Trumpi, e po kështu çfarë tha Trumpi, unë besoj
Më shumë, miqt amerikan kur thonë merreni presidentin Trump seriozisht, por jo fjalë për fjalë. Pra, pjesa serioze është që presidenti Trump ka bërë që Europa ta shohë veten me të gjitha dobësitë e saj. Duke folur si kryeministër i Shqipërisë, një vend që po kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian, dhe tashmë një veteran mes liderëve tashmë kam dëgjuar kaq shumë herë, ju duam në Evropë, ju duam në Evropë, ju duam në Evropë, po kurrë nuk ndodhte që të hidhej një hap. Na duhej Vladimir Putini që ata të zgjoheshin, e të thoshin, kjo gjoja gjeopolitike qen ka e vërtet, kërcënimi gjeopolitik qen ka real, nuk qen ka diçka thjesht teorike. Nga njëra anë, Putini ndihmoi Europën që të zgjohej dhe të përshpejtonte procesin për ne në përgjithësi, dhe nga ana tjetër, Trumpi e ndihmoi Europën të kuptonte që duhet mblidhte veten. Ajo çfarë shoh si problem është shkëputja tërësore në diskutimin ton midis asaj çfarë duhet bëjmë në pikpamjen ushtarake dhe çfarë duhet të bëjmë me të gjithë pjesën tjetër, por këto janë të ndërlidhura. Kam shumë frikë se nëse këto shpenzimet të mbrojtjes mbeten në këto përqindje abstrakte, duhet rritemi në 3%, 4%, 5% dhe nuk lidhen një me produktivitetin industrial dhe konkurrueshmërinë në Europë, dhe dy, me integrimin e prokurimeve, që është një tjetër problem i madh, dhe më pas me inovacionin në përgjithësi, plus me legitimitetin demokratik për Europën, jo vetëm për qeveritë e zgjedhura, atëherë ka shumë gjaz që Europa do të ketë më shumë armë, por do të jetë më e dobët. Përmasa politike është kaq e rëndësishme sepse nga ana tjetër është dhe një alternativë që gjithë kjo angështi për sigurinë të ringjallë forcat e errta që kanë qenë prej kohësh në Europë, dhe këtu duhet të bëhemi shumë serioz, sepse në qoftë se riarmatimi e të gjitha këto shpenzime do të ndodhin krah recesionit ekonomik, pabarazisë, panikut për migracionin, besimin në rënje te partitë politike të qendrës, atëherë Europa do të haset me një të djathtë ekstreme shumë të fortë, me etnonacionalizëm, e pastaj neofashizmi mund të shfaqet me ngjyrat e veta të vërteta. Dua të them që sfida e Europës nuk është thjesht si të armatoset, si të ketë më shumë ushtar, si të ketë më shumë armatime, si të rritet gjithmonë më shumë kur bëhet fjala për shpenzimet, por duhet të sigurohet që riarmatimi të mos bëhet një mjet për destabilizimin demokratik, dhe kjo mund të jetë, kjo është gjë reale nëse duam të mësojmë nga historia, sepse Europa ka një histori dhe historia ka treguar, na ka treguar shumë se çfarë duhet përpiqemi të bëjmë e çfarë të shmangim. Ne
Në një farë mënyre kemi admiruar, gati adhuruar Europën dhe Bashkimin Evropian si një fuqi e madhe për paqen dhe sigurinë. Dhe gjithmonë kemi menduar, gabimisht, që i gjithë gjaku, të gjitha konfliktet, forcat e errta e fantasmat kanë mbetur tek e shkuara, kur krejt befas përballemi me një dilemë të madhe strategjike. Nuk mjafton të identifikojmë se ku i kemi problemet. Problemi më i madh është se si zgjidhen këto probleme kur bëhet fjalë për aspektin konkurrues, kur bëhet fjalë për sigurinë energjetike. Ne jetojmë në një kontinent, siç e thash më parë, që është shumë i fortë kur bën shumatoren aritmetike të PBB-s, por që është merrësisht i dobët kur sheh se si tregu energjetik është kaq i fragmentarizuar e se si energjia kushton shumë më pak në një kënd e shumë më tepër në një tjetër. Mendoj që mund të jetë kurth i madh në qoftë se mbrojtja kthehet në vetë konsumuese dhe në mënyrë paradoksale mund ta shndrojë të ndjenjë angështie, pasigurie, ndjenjën se gjendesh në një lloj sulmi, e ndjenjën që duhet patjetër të përballesh me një agresion në vitet që vijnë, në përrjedhoj duhet të zgjerojmë militarizimin, pra mund të shndrohet në një kurth për të radikalizuar politikën dhe për t'i bërë kufizimet strategjike gjithmonë më të pamundura. Më lini ta mbyll, duke thënë që nga njëra anë kemi atë rrugtimin me rrezik të lartë që është zgjerimi ushtarak i fragmentarizuar, le ta themi troç, borxh pa produktivitet, rënje shoqërore dhe sigurisht, më pas, oportunizmi nacionalist që është gjithmonë gati që të shfaqet. Në qoftë se duam të marrim rrugën me rrezik më të ulët të riarmatimin, sepse nuk duhet harruar që vetëm pak kohë më parë të gjithë ishin shumë entuziast për çarmatimin. Tani kemi një entuziazëm për riarmatimin. Pra modernizim të integruar të mbrojtjes, përtëriti industriale, teknologji, inovacion, qëndres demokratike, këto janë gjëra që në një farë mënyre mund të kundërpeshojnë, të ekuilibrojnë. Në të kundërt, do t'jeni në pozicionin kur do t'ju thonë pa më tregoni njëherë pyetjet që të miratohen përpara se sa të moderoni. Jo, kjo nuk do të ndodhë kur. Shpresoj jo këtu. Sepse duam gjithashtu të marrim edhe pyetje, ka shumë njerëz në këtë sallë, të cilët janë drejtues politika, është e ministra. Në qoftë se duhen marrë pyetjet, atëherë moderojeni më mirë. Herën tjetër do moderoni ju dhe unë do jem pjesë e panelit. Po pse më ankoheni mua? Moderojeni më mirë. Shpejt edhe ju, sepse duhet kemi hapësirë dhe për të tjerët që të bëjmë pyetje. Së pari bie dakord me kryeministrin Rama që na duhet një bazë më fort industriale, sepse është pjesë e politikës sonë të frenimit për ndalimit, dhe bie dakord me kryeministrin që duhet patjetër që të japim argumente për rritjen e shpenzimeve her pas here, por duke folur si gjerman, nuk mund ta shmangësh patjetër. Rrethanat në cilat gjendemi aktualisht si gjerman, si qytetar gjerman, është se kemi nënshpenzuar në aspektin e mbrojtjes për shumë kohë, dhe kjo është arsyeja përse duhet tashmë të kompensojmë, dhe kjo është arsyeja e vendimeve që kemi marrë në Hag. Shumë shkurtimisht Teri për çështjen që u ngrit nga Jana. NATO-ja është aleancë e 32 demokracive, por kemi piknisje të ndryshme. Qëllimi i NATO-s është i sjellë
së bashku aleatët. Dhe po, në Haag jam dakord që Rusia ishte kërcënim afatgjatë. Vetëm pak javë më parë, siç dhe Tomi e di, u përgatitëm për konferencën e rishikimit të dokumentit politikave në NATO dhe natyrisht trajtuam e pam dhe aspektin e çështjeve bërthamore, gjithashtu edhe Rusinë në shkeljen e marrëveshjeve dhe po angazhimi në retorikë të rrezikshme bërthamore. Dhe natyrisht edhe kolegët e Tomit folën krah natës dhe jemi shumë të qartë që Rusia është problemi dhe ne duhet të merremi me të. Mendoj që kemi konsensus që Rusia është problem dhe shpenzimet për cilat kemi rënë dakord janë një rritje masive dhe patjetër që dhe sfiduese politikisht, por janë të jashtëmaset nevojshme sepse kemi Rusinë që na rrin në një farë mënyre si je mbi kokë. Kam përshtypjen që është një lloj kurthi që kundërvjen këto gjëra. Nga njëra anë është produktiviteti dhe konkurrueshmëria dhe nga ana tjetër shpenzime më të larta për mbrojtjen. Nuk është një çështje ose kjo ose ajo, jo, nuk është, duhet jenë krah për krah. Kjo është ajo çfarë thash, po. Duhet jenë së bashku, po mënyra se si e ndërtuat argumentin u përqendruat siç thatë në militarizimin e Europës, ndërkohë që nuk po shohim, nuk po trajtojmë mjaftueshëm produktivitet, nuk po e them unë, po e thot Mario Draghi dhe po e përsërit herë pas here pas here. Mund të më lini të mbaroj, ju ishit bashk dhe na inkurajoj që të ndërprisnim njëri tjetrin, po? Jo. Mirë. Megjithatë, premisa, hipoteza nga niseni është e gabuar, sepse kur shoh të dhënat e sondazheve dhe kur ju bëhet pyetja europianëve, a duhet të shpenzojmë më shumë për mbrojtjen, për shumë vite kemi parë mbështetje të jashtëzakonshme publike për shpenzime më të larta për mbrojtjen dhe ushtri më të afta europiane. Pra, qytetarët dhe po kështu edhe qytetarët gjerman janë tërësisht të aftë të kuptojnë se pa siguri gjithçka tjetër është zero. Siguria është baza për gjithçka dhe kjo nën kupton se na duhet të investojmë. Nuk ka të bëjë me militarizim, nuk ka të bëjë me një nxitim për shpenzuar, sepse po të shohim përqindjen në shpenzime dhe planet rajonale të NATO-s dhe çfarë duhet për të planuar, kjo ka në bazë kapacitetet, nuk është një shifër thjesht kështu nga hiçi. Tham hajde se po shpenzojmë më shumë për mbrojtjen, janë nevojat reale që duhen përmbushur. Pra kjo është mbështetet në objektivat e kapaciteteve që ka vënë NATO-ja. Sigurisht që keni të drejtë, nuk ka të bëjë me shpenzimin më shumë, por të shpenzosh më mirë, më kolektivisht, prokurosh, e gjithashtu dhe numrin e armëve, e gjitha kjo, por nuk ka të bëjë me militarizimin e Europës, kështu siç e shohun, ndjes, për të siguruar që nuk po nxirem jashtë kontekstit. Unë nuk thash që nuk duhet të riarmatosemi dhe thjesht të bëjmë një fest aty me Rusinë në kufi. Thash thjesht që sfida për Europën nuk është nëse riarmatoset ajo. Kjo nuk do mend. Çështja është nëse gjatë këtij riarmatimi do të ruaj gjallërinë ekonomike, do të ruaj legjitimitetin demokratik, do të ruaj kohezionin shoqëror dhe nëse do të bëhet çfarë duhet të jetë në një botë ku fuqitë globale, konkurruese, po shfaqen shumë fort, ndërkohë që Europa po mbetet pas. Gjëja e fundit është çfarë dallon një vend apo një hapësirë të militarizuar. Unë kam jetuar në një hapësirë të tillë të militarizuar me Evropën që duam. Në fakt nuk është çështja se sa të militarizuar të armatosur janë, por
Çfarë e ndan një civilizim jetë gjatë në një civilizim që konsumohet nga koste për mbrojtur veten? I pari është, po themi, pra njëri është civilizimi i Bashkimit Sovjetik dhe pastaj ky Europës që unë shpresoj do të jetë ky. Pra pyetini qytetarët jo vetëm për armatimin, pyetini për çmimin e energjisë, për startupet në Gjermani, për këtë, atë dhe do thonë po, duam këtë, duam atë, duam atë. Çështja është si ti bëjmë të dyja. Qytetarët duhet bëjnë sakrifica edhe në Estoni, duke hequr dorë qoftë edhe nga kalimi në rrugë caktuara për të siguruar apo riparimin e rrugës për të siguruar shpenzimet e mbrojtjes. Thomas, pyetje? Po. Dan Fried, all my loves are holding up their hands. Të gjithë njerëzit që dua po ngrënë duart, do të marrë dhe pyetje nga gazetarit në Japoni. Ky do të jetë raundi i parë pyetjeve, kemi vetëm 20 minuta. Ju lutem, jeni të disiplinuar. Faleminderit shumë. Për arsye protokolli duhet të marr pyetje në Ilves. Po pse krijon huti? Thomas, now you Thomas, unë do të bëj një pyetje shkurtimisht. Në 24 orët e fundit kemi dëgjuar lajmen për tërheqjen e 4.000 trupave amerikane nga Polonia, disa prej cilave shërbejnë dhe për Estonin. Po gjatë 24 orëve të fundit, Christopher Smith, nën sekretari për Europën dhe çështjet euroaziatike në Departamentin Amerikan, thotë që sapo të përfundoj lufta në Ukrainë, Moska do të kërkojë të ribalancojë forcat dhe të kërkojë mundësi të projektojë fuqi dhe të krijojë dilema për NATO-n, çka është, dhe e citoj, e ngutshme apo akute në rajonin Balltik. Si pajtohen këto dy deklarata? I drejtohen një panelisti ndihmës sekretarit, sepse janë dy deklarata kundërshtuese nga e njëjta administratë. Pola, edhe një herë për çështjen e tërheqjes trupave. Mund të më bëni ju lutem pyetjen e dytë edhe një herë? Pyetët për pjesën e tërheqjes trupave. Nuk e di të ketë bërë këtë deklaratë zoti Smith. Nuk mendoj që është sekret që Rusia ka 800.000 trupa në Evropë. Nuk e di se çfarë ka thënë zoti Smith, nuk mund të reagojë ndaj kësaj. Pra nuk kupton logjikën e tërheqjes së trupave. E diskutova më, nuk besoj se duhet ta shtjelloj edhe një herë. Ishte e qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bënte përshtatje. Janë vendime ushtarake që merren nga Pentagoni dhe patjetër që një personel prej 800.000 trupash në Europë do të ishte problematike për NATO-n, kështu që nuk them dot më shumë. Jam ish ministër i mbrojtjes dhe ish ministër i jashtëm i Letonisë. Nuk duaj që të zgjatem shumë, kuptohet që Europa nuk ka bërë aq sa duhet të bënte. Por në këtë panel, të paktën unë do doja të dëgjoja për kapitullin e ardhshëm të urës mbi ujërat të trazuara dhe pyetja ime është edhe për të nderuarin Dinino. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse nuk mbështesin Ukrainën, paguan Europa, ndërkohë që Putini uftuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është kriminal lufte, ndërkohë që të gjitha shenjat tregojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës favorizojnë Rusinë. Rusia është armikja kryesore aleatëve tuaj në Europë. Këtu në kufi me Rusinë, a mundet që ne të besojmë që në momentin e parë të një sulmi hipotetik ju do të jeni këtu, trupat tuaja do të angazhohen dhe ju do të luftoni kundër rusëve së bashku me ne? Kjo është pyetja. Faleminderit. Besoj që ajo çfarë
synoni të thoni është që e kuptoj ku doni të shkoni, por ne kemi 7 dekada që jemi pjesë me NATO-n. Dhe natyrisht, pavarësisht të ndryshimeve sa do të ndjeshme të jenë për rajonin, nuk do të ndryshojnë 7 dekada. Faleminderit për komentet për Rusinë. Unë jam ulur me rusët, kam folur me ta gjerësisht. Mendoj që është diçka e duhur që dy fuqit më të mëdha bërthamore në botë të mbajnë kanale komunikimit hapur, kështu që nuk mendoj se kjo është një ide e keqe. Dan Fried? Dan Dan, you Fried, have to ask somebody else on the panel. duhet ja bësh pyetje ndikujt tjetër në panel. Okay, he can ask me. Pa problem. Well, what I'm here for. No, okay. Mirë. There were some, I'll call on you next. Do t'ju ja jap radhën pak më tutje. To Boris Ruge. Për Boris Ruge, So, the Trump administration has Administrata won the argument Trump on European defense spending. ka fituar argumentin për shpenzimet për mbrojtjen për Europën dhe NATO-ja 3.0 mund të funksionojë, jam dakord me ju, është një fitore e madhe. The Por, the withdrawal of Tërheqja the rotational brigade e brikatës has created concerns, and I think Tom ka Denino krijuar has heard them. shqetësime. Denano. Denano. Dhe nuk e di nëse Dinano e ka dëgjuar këtë, besoj që po. For you, Boris, Pyetja për ju, Boris, are është, you confident that NATO can make this transition? a keni besim që NATO-ja mund të bëjë këtë tranzicion drejt NATO-s 3.0, që është një arritje e mirëfillt, dhe a keni besim që shtetet e Bashkuarat Amerikës do të mbështesin me trupa në Europë, që është dhe të qarkullojnë në mënyrë më të organizuar që të mos jetë kaq kuturu, sepse mbien keq, është kuturu e madje dhe kaotike në momentet caktuara. Faleminderit. Nuk mund të them shumë për vendimin amerikan, por ajo çfarë do të theksoja është që po flasim për dislokim me radhë, nuk është tërheqje si e tillë vetvete. E para, e dyta, jam besim plot që ka një mas kritike në pjesën europiane të NATO-s që ka kuptuar ç'u të bërë dhe natyrisht po bën të vetën. Shifrat po e tregojnë gjithashtu edhe brigada në Lituani tregoi që ka një ndryshim në mendësi. Kam edhe shembuj të tjerë, shumë shembuj të tjerë që mund t'i jap. Jam po kështu besim plot që SBA-ja do të jetë krah NATO-s. Pjesërisht sepse logjika e NATO-s mbetet tërheqëse. NATO-ja është një rrugë me dy kahe, ofron siguri për Europën, por gjithashtu edhe për Amerikën e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadan. Funksionon në të dyja kahet, ndaj jam besim plot dhe kjo administrat e Kongresi Amerikan, mbështetur shumë edhe nga opinioni publik amerikan, do të jenë krah NATO-s. Duke folur për NATO-n, në qoftë se flasim për numrin e trupave para 2022-shit, nuk e di në qoftë se njerëzit po e nervoz për këtë. Po, por kur flasim për konferencën e Munichut 2023-shit, Aldrich e bëri shumë të qartë kur foli për NATO 3.0 që kjo do të ishte më pak trupa amerikane dhe më pak kapacitet amerikane dhe duhet jemi shumë të qartë për këtë. Po, me kalimin e kohës, po. Por kjo nuk kuptonte një kontribut më të madh europian dhe një kontribut më të vogël amerikan. Kështu që nuk kap se t'i bihet rrotull, duhet ta kuptojmë drejt për drejt, jo vetëm që të plotësojmë hendeqe, diçka që absolutisht duhet ta bëjmë, por gjithashtu edhe duhet të përgatitemi për një tranzicion të pamenaxhuar. Do ta ndroja një tranzicion të menaxhuar ku vjem dakord me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kështu me radhë. Megjithatë viti i kaluar tregoi që ka gjëra të paparashikueshme. Mendërisht duhet të jemi të përgatitur të mbrojmë Europën me më pak amerikan. Edhe një herë, ashtu siç thonë, e tha, kjo nuk është surprizë. Për 20
vjet. Administrata amerikane ka folur për animin e pjekjeve nga Azia. Tani, ngritja e Kinës, gjithashtu edhe forcat, ushtria e armatimet e tyre janë në një shkallë të pashëmbull të shpreh luftës dytë botërore, kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë punën e tyre në hapësirën e indo-paqësorit për të ruajtur ekuilibrin dhe për të ruajtur paqen që është thelbësore, po kështu edhe për interesat europiane. Po njerëzit po thonë ndoshta që të paktën duhet ishim paralajmëruar, jo të përballeshim me faktin e kryer, më duket këtë po thonë njerëzit. Po, kolegu aty? Hiro Akita from Tokyo. Hiro Akita nga Tokyo. Pyetja ime është për një skenar specifik. Zoti Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, tha në fund të vitit të shkuar që brenda 5 vjetësh ekziston rreziku që Rusia të sulmojë NATO-n. Por Rusia ndërkohë po lufton vetëm në Ukrainë. Megjithatë e besoj këtë, që është një kërcënim për cilin ai paralajmëron. Pyetja ime është, cili është një skenar specifik, konkret i luftës në të cilin Rusia mund sulmoj NATO në vitet që vinë? Kë doni që t'ju përgjigjet, ndoshta zoti Ruge, Borisi? Në fakt nuk do doja që të artikuloja skenar lufte, por mendoj që keni të drejtë kur i referoheni fjalës së Mark Rutes, si të njëjtat fjalë janë mbajtur nga të tjerë udhëheqës europian për nevojët për të ndërtuar politikën tonë mbrojtëse dhe të frenimit, për të frenuar Rusinë, gjithashtu edhe kërcënimet ndaj aleatëve të NATO-s e përdorimit të arsenalit bërthamor kundër aleatëve të NATO-s. Kjo në fakt është retorika që ofrohet çdo ditë në televizionin shtetëror rus. Kështu që është pjesa jonë që të ndërtojmë këtë pjesë. Mbrojtja dhe frenimi do bëjnë një punë të mirë, por Mark Rutte donte të përçonte një mesazh shumë të qartë dhe mendoj që është një mesazh i cili është marrë në shumë kryeqytete. Kam edhe një pyetje aty dhe më pas këtu. Jemi në kohë, kemi 7 minuta. Jam antar i Parlamentit Evropian nga Estonia. Shoh që të gjithë po godasin Amerikanët sot, po dua të them atë çfarë shoh në Parlamentin Evropian, që është nuk ka një ndjenjë urgjence. Shpenzimet ushtarake të Spanjës 1.2, Italia 1.5, pra nuk ka ndonjë ndryshim. Nëse e krahasojmë me atë çfarë është planifikuar. Kam qenë në samitin e Walesit, kur u deklarua kufiri i parë 2%, po 2% ishte shpenzimi minimal në kohë paqe, ndërkohë që ka vende në Europë dhe nuk ka rëndësi sa shpenzon Estonia, 4.5, 5%, në qoftë se Italia, Spanja, Franca, Mbretëria e Bashkuar janë në 2%. Për aq kohë sa është kështu, nuk do të arrijmë të kemi një NATO që të jetë konkurruese në këtë botë aktuale të mbrojtjes. Pyetja ime për ata që vinë nga Gjermania, si e shihni me sytë e një Gjermani, nëse Spanja nuk bën atë çfarë bën Gjermania. Unë jam Raman Deprohov. Kur flasim për mbrojtjen e Europës, flasim kryesisht për shpenzimet qeveritare, por ky është problem edhe rregullash. Problemi kryesor për Ukrainën ndoshta nuk janë as parat tashmë, por njerëzit. Ka 2.000 rekrut të huaj që luftojnë tashmë në Ukrainë. Dhe ndërkohë rregullat europiane nuk i lejojnë europianët të shkojnë të luftojnë atje sepse janë përbën vepër penale. Në fakt kemi shembuj të historisë në luftën e Spanjës, në Finland, kur ata u mbrojtën, kishte 10.000 lufta, edhe ISIS i rekrutoi më shumë njerëz nga Europa se sa tani Ukraina. Pyetja ime është për gjithë përfaqësuesit evropian. A është koha e duhur që të ndryshoni ligjet tuaja dhe të lejoni europianët të shkojnë të mbrojnë Ukrainën?
Sorry, I had one Steve? here. No, yeah, Steve, I didn't call on Steve yet, but I have We'll Ben was in collect the all the back. questions, the time will be Go- over. I know. Në qoftë se do mbledhësh gjithë pyetje, do të mbaroj Steve and Ben, koha, very e di. quickly. Steven Ben, shumë You can have this shkurtimisht. job next time and I'm gonna Herën sit there. tjetër, kjo punë Okay. do ta bësh ti këtë punë dhe unë do të ulem Steve aty. Clemens, quickly. Steve Clemens, shpejt. Sigurisht. Thank you so much. Faleminderit I really like how shumë. Eddie Rama has tried to de-silo Më pëlqeu vërtet se si Edi Rama u përpoq ta izolonte këtë diskutim, foli për Mario Draghin. E në fakt, kornizën që kemi pasur në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, presidenti Trump ka parë në fakt aspektin ekonomik të pjesës sigurisë, pra e sintetizoi ndaj e kuptoi se çfarë deshet të bënit me diskutimin e Mario Draghit. Keni vetëm 30 sekonda. Pra, po të shkosh në Kinë dhe ata kanë një sintezë. Dua të ngre këtë pyetje. Si e shihni këtë diskutim në Europë? Mbetet ende një diskutim nish, butik, apo i përqendruar te Mario Draghi, apo një diskutim më i qartë? Në vend që të mbyllim kohën me pyetjet, më duhet përgjigjem. Unë mendoj I think that, look, at the end of this conversation, what që në we have- fund të kësaj bisede, çfarë kemi marrë? We are here to speak Jemi këtu, about, or we try to speak apo about how po Europe përpiqemi të should, flasim se si build up its Europa defense and duhet its të self-sufficiency, ndërtojë which mbrojtjen dhe të jetë everybody vetë from mjaftueshme. at least the European side Të paktën kjo është ajo çfarë gjithkusht nga ana europiane tha. Por what is in the kur background, bëhet fjalë se the çfarë ka easiest në thing is to spon, hit- to hit the United States gjëja and më e to hit lehtë Trump, you është know? të While godasim we- Shuban while apo our problem Trumpin, is not ndërkohë që Trump. problemi ynë nuk është Trumpi. It's not the United States, Nuk janë it's Shtetet not, Bashkuara të if they Amerikës, go nuk around or they është come çështja around, nëse because, bin a it is ikin, what it is, as Trump është said. kështu siç është, siç thot Our edhe problem Trumpi. is how Problemi Europe ynë will është become se si a force do të that bëhet will sustain Europa një this fuqi ramp-up of its own military që do të capability, përballojë këtë while rritje të kapacitetit becoming të in the saj same ushtarak, time ndërkohë që në të the njëjtën place kohë that we all bëhet adored apo është when ai we were vendi që të behind the gjithë wall. kemi adhuruar So, kur becoming ishim a përtej place murit. of Pra, competitiveness, të jetë vendi becoming i a place of a konkurrueshmërisë, real të single bëhet market, vendi një becoming a tregu të place mirëfillt of, të përbashkët, not të bëhet fragmented energy një vend market, me një treg të becoming a place pa where fragmentarizuar AI is not energjetik, just një vend regulated, ku inteligjenca artificiale but it's also, nuk është thjesht dhe created, vetëm e rregulluar, por showing edhe us e krijuar becoming dhe a ndjes, place where por të we bëhet we should not forget vendi ku that nuk what duhet made Europe të Europe harrojmë was se not ajo the fact çfarë that e ka Europe bërë could go to Europën war, atë që është, but nuk was është also fakti the që fact that Europa Europe was the most hyn në luftë, incredible por soft sepse Europa power ka qenë in the fuqia world. më e jashtëzakonshme e butë në botë. Is also something Është to do. po So kështu Europe should talk diçka to tjetër. Vladimir Europa Vladimirovich duhet të and not flasë me simply Vladimir talk Vladimirovicin, about jo Trump. thjesht të And flasë për talking to Trumpin. Vladimir Dhe të flasësh me is Vladimir not easy, Vladimirovicin I nuk know. është e It lehtë, doesn't e mean di. to not support Ukraine, Nuk do të it thotë means të to mos support mbështetësh Ukraine all the way, Ukrainën, do të but thosh ta also mbështesësh to Ukrainën deri në understand fund, that por edhe të to kuptosh honor që Europe për and të European nderuar culture and history, Europën dhe kulturën dhe we historinë have to play europiane, this na differently. And duhet that's why I want ta to answer luajmë to the ndryshe. man. Yes, Dhe ISIS kështu i are përgjigjem recruiting edhe more people, atij zotërisë but, tjetër. Po, Europe ISIS i ka rekrutuar më cannot, shumë njerëz, po copycat Europa ISIS, nuk mund të because we nuk mund të should kopjojë aim for ISISin, something sepse totally ne different. And duhet this synojmë is- për diçka this krejt is ndryshe. the thing we are avoiding all Kjo the është time. gjoja, The që gentleman ne there shmangim says tërkohën. Spain- Zotëria tha Listen, aty Pedro Spanja, Sanchez etj. made a Dëgjoni, very good Pedro argument. Sanchezi I'm- ka dhënë një I- argument he doesn't shumë need të me to mirë. advocate Ai nuk ka for him, nevojë për mua që t'i but bëj he made a avokatin, very por good argument. ai That dha it's një not argument about shumë të how mirë, much që percent, nuk it's ka të about bëj me capabilities, sa and it's përqind, about por ka të bëj me how we kapacitetet, ka të make bëj capabilities me mënyrën se si that këto are European i defense, ndërtojmë not këto just kapacitete Estonian që defense or janë Albanian mbrojtje defense evropiane, or jo British thjesht defense, mbrojtje but European estoneze defense. And we are apo so far from angleze it kështu me that radhë. we are Mbrojtje all the evropiane time dhe jemi kaq trying larg to- kësaj sa to- që gjithë to kohës get the answers on përpiqemi how që të marrim Trump will përgjigje become se less si passionate Trumpi to confuse us. This will not do happen. të bëhet më pak e thank you. I think we pasionuar have to të let na others- të okay, na would you hutoja open për të na up bëj your- konfuz. Kjo nuk do të Would you ndodhë. change the rules on letting citizens fight for Ukraine? Do të ndryshoni rregulla për qytetarët që t'i lejojnë të luftojnë Ukrainë, po janë, në fakt kemi qytetarë që luftojnë atë. Dua të korrigjoj mikun tim
Edi, ai është mjaft i apasionuar. Unë jam dakord që problemi është Putini, po, është një problem real, dhe problemi është edhe dobësia e Europës. Europa ka qenë projekt paqe pa armë, dhe tashmë po bëhet një projekt paqe me armë, dhe kërkon shumë ndryshime. Europa, sidoqoftë, nuk duhet të kërkoj nga Putini sigurinë evropiane. Nuk është kjo mënyra e duhur. Po pse duar trokisni? Kjo është e qartë. Unë nuk e thash këtë. Më fal. Izraeli dhe Hamasi hidhen në fyt të njëri tjetrit deri në vdekje dhe ndërkohë flasin me njëri tjetrin. Mos harroni, unë vi nga një vend që qysh prej viteve 1960 asnjë nuk ka shkuar në Moskë dhe asnjë nuk vjen nga Moska, kështu që jam absolutisht larg dikujt që kërkon takohet me Vladimir Vladimirovićin, por dikush duhet të takohet. Atëherë, në të kundërt, çfarë bëjmë? Përgatisim çfarë? Rusia është aty, nuk është se do të shkojnë në një vend tjetër. Pra, ndërkohë që bëjmë gjitha ato që sa u thanë me të drejtë, diplomacia është një domosdoshmëri. Atëherë pse 8 udhëheqës shkojnë te Trumpi, ulen me të dhe i thonë çfarë të tha Vladimiri, le të shkojnë drejt për drejt. Po, vërtet, ju mendoni që ju mund të arrini gjithçka me fjalë të mira, po me fjalë të mira dhe me armë arrini më shumë. Nuk e di, edhe kishim dhe një pyetje për qytetarët gjerman, si ju kërkon qytetarëve gjerman që të shpenzojnë më shumë. Mendoj që shifrat e cituara për Italinë dhe Spanjën nuk janë të sakta. Kemi raporte nga aleatët dhe njerëzit tani kanë kontrolluar ato shifra, nuk... Në fakt, ka gjurmim shumë herë më tepër tani se më parë. Ka një rritje shumë domethënëse, dhe çështja është që sigurisht që në një aleancë prej 32 demokracish, që të gjithë do të ecin me një hap, por kemi shumë aleatë të NATO-s që në fakt janë shumë përpara në përmbushjen e planit të Hagës, dhe kjo përfshin Estoninë, Suedinë, sigurisht që përfshin Estoninë, kemi folur shumë për Estoninë. Kjo po ndodh dhe argumenti që u dha është që Estonia është e vogël dhe nuk është se ka shumë peshë. Jo, mendoj që Estonia ka shumë peshë. Nuk është e vërtet. Ben Hodges, fjala e fundit është për ju. Pyetja ime është për sekretarin Denano. Zotri, është e fundit. Në fakt, shefi i shtabit i ushtrisë amerikane dëshmoi sot përpara Kongresit dhe vendimi për tërheqjen e trupave nga Polonia ishte marrë 2 javë më parë. Nuk është një strategji e madhe. Pyetja ime është, përse nuk ju thuaj po pyetjeve që të bëjnë nga aleatët? Të thoni po. Të jepni një po të drejt për drejt, po, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jenë aty për të mbrojtur, vetëm në qoftë se ju nuk e keni të qartë. A ka ndonjë pyetje këtu? Ai pyet, pse nuk thoni një po të qartë? Për Shtetet Bashkuara të Amerikës, në qoftë se sapo e thash, kemi qenë për 7 dekada bashkë. Unë jam përfaqësuesja e ambasadës spanjolle, faleminderit kryeministër që përmendët kryeministrin ton, po të kritikosh një vend tjetër duhet i ketë shifra të sakta, po ndodh kjo në Europë. Në fakt, ishte shumë e pasaktë ajo çfarë tha europarlamentari, është 2.1%. E po kështu, kaq janë shpenzime të kolegëve italianë, avionët ajror të cilëve në fakt bën punën, apo ju kundërbun avionëve rus. Pra në qoftë se i kthehemi njëri tjetrit, siç e tha kryeministri, nuk kuptojmë pastaj se cili është kërcënimi. Dhe nuk ndihmon as ajo çfarë u tha sepse nuk është e duhur. Unë
mbështes deklaratën e Zotit Rugës, sepse kjo është rruga që duhet ndjekur. Faleminderit kryeministra, faleminderit të dyve. Dhe së pari, përpara se sa të çohesh dhe të kritikosh aleatët dhe antarët e tjerë të BE-s, duhet t'i kesh shifrat në rregull. Thash që do të ishte një bisedë shumë e drejtë për drejtë. Mu duk mjaft sportive çdo gjë, por natyrisht është koha e darkës dhe natyrisht ka autobus që do t'ju çojnë atje. Por çka është më e rëndësishme, do të kthehemi në orën 10, ku mund vazhdoni këtë bisedë. Sounds right. That's the stolen way. Yeah.